Këtu pra Talevans, sa do e bëjmë një tutorial. Tutoriali është tutoriali është brush. Do më për një fotos me bërë brush. Ose që shumica e dinë se që shumë e bëjmë. Ata që nuk e dinë sa do e bëjmë, po pas me bëjmë, tutën do më thonë diçka. Nëse ju e dinë që shumica e dinë që një bërë për GFZ fans të Zooms.com. Edhe me siguri këni po që është një registrune antar dhe më thonë Gjenis Femora pej sportgfz.com. Aja është VDV, do më thonë aja është njëra ndër 2 adminat. Sportgfz.com është registru të kënim dhe ka bo mjaft një koment mirë, do më thonë është femën dhe ka një perspektiv të madhe për design. Edhe shpeshifin edhe të ka bo një koment super, diçka që më kalon për shtypit mira. Dhe menja të e kem përkry një gjurë Shqipe. Në këtë përkëtem do të mi falendu shumë antarës të ut të që ka bo këtë përkëtem. Dhe Zooms.com ka shumë surpriza për antarë tonë që do vinë me jem, sepse këto 2-3 ditë do të bëhet SMS falas vetëm për antarë tonë. Edhe muj me thonë shli që jemi forum parë shqiptarë që kemi në vëbëllëtin 4-shën. Edhe me njerë qysh nga dita por online që e kemi fillu, me njerë është bërë interesimi antarëve. Që një 4 dit apo 3 dit jem online dhe me njerë kemi sukses bushëm. Tash për tash kem afro 208 antarë apo 200 nuk e di bashkëmirë. Shikojmë këtë se kem 208.000 tash. Kem 208 antarë dhe është mjaftu shumë mirë. Zbesa që do ketë ndonjë ullit të këtij ritmit. Gjëja kryesore është ne që dojmë sukses. Dhe suksesin e arrijmë vetëm me punë. Dhe i një antarë tonë që e vlerësoni këtë sukses. Okej, shkojmë një më të dhe. Pra, këtu veç shpeshif në e kom ba këtë tutën. Do më kom ba pej brush, pej fotos e kom kriju në brush. Veç këshu kom ka meqa. Qa foto që me kriju në brush, ja ke poshtë. Okej, këto tash për një largojmë, zërse nuk në dohet. Do në të është pas në po hazër, veç prapë dhe të mjë fillu nga zero. Okej, shpeshif në është një foto, normal foto, po për kësaj fotos dhe kërëjmë një brush. Spari dohet me përrejda më në foton, në zakonisht e përdojnë këtë. Këto jo tjera sepse kjo është mjaftin pashëvarë dhe që shikin në req opcion. Okej, klikojmë njerë në brendësit rrethet dhe nga mesi shkojmë anash. është brendësi më stjarë në shkronjat. Okej, ta shkojmë të këshuar është në regull. Super është, kryesor është me konë një rreth i mirë. Se për tjarat i na ishëm kaj sos problem heqa e punë. Ok, shkojmë bujmë copy. Dhe lajerën e parë e zhdukem, dhe mund të bëjmë visible, hidden, me gjithani, mirë është. Ta shkojmë tek imagen, adjustments, dhe e rritëm pakës kontrastën e saj, sepse kur të krijohet brush, ju kontrasti saj. Ta më vetëm pak, mirë është. Tash shkojmë tek edit. Shkojmë tek definini në brush preset, klikojmë OK. Dhe automatikisht është kriju këtë brusha.
emrin e çdo një ipk logo. Ok, tash e krijojmë një dokument të ri, kjo nuk na duhet. Shkojmë file, new, madhësi as ka shumë problem, vetëm klikojmë tash ok. Tash shkojmë tek brushat. Është pasën në shku tek brushat do të më lanë gjuhën e kuqe, sepse logo e Equals është në gjuhën e kuqe me se di unë. Tash shkojmë këtu dhe shkojmë tek brushat poshtë, do normal janë gjiten në fillim, në fund, falem. Presën pagës. Dhe kjo është, do më këtu ma heta pas në bu këtu e fshita, ashtu sepse nuk ka duhet. Ok, s'u shumë problem të mamë këtu. Klikojmë ok, dhe më thonë me enter, klikojmë vetëm, tash shkojmë diku në mes të faqes, dhe si që tash në gjuhën e kuqe do të me përdor. Do në jo shumë kusht, po të jetë bashk e kuqe e fort për sy dhe më që kja diku është. Super është. Ta shkojmë të lojën, shkojmë krejën një new layer, klikojmë këtu. Një është, ta shkojmë të brusha, klikojmë vrapu. Dhe diku në mes të faqes klikojmë me mouse. Ok, bukur është. Tash shkojmë tek të ndryshojmë tash në gjyra, të mund këtu të opa, fani këtu të mund dhe në këtu të shkojmë dhe shkojmë këtu të kurvas, klikojmë dhe këtu do e ndryshojmë gjyrën në kontrastën dhe bëjmë gjyrën e kuqe pak ma të fort do në diku këtu do në zishëm të poshtë e parës super. Tash, së më shifni këtu është do të vetëm të bëjmë një pik të zezë në rand të kësaj të kuqes. Shkojmë këtu të gjyra të zeza dhe me një brush klikojmë tek gjyra dhe më tek kjo pika këtu, shkojmë pa këtu brush settings, klikojmë të dhe shkojmë këtë kërëm brushat fort edhe më thonë ja me njerën a brushat është ok klikojmë pak të ok tash do të të veqysh do në qekja unë ma passion dhe shkojmë brushat që nove, do ndër 7-8 apo 10 nanç nanç për pa haqën e nëse pika e që për 7 dhe të për 5 Ok, shpeshefni tash e kem kriju logon e Equals dhe shkojmë klikojmë këtu dhe unë që të bashkojmë këtë layersat të bëjmë tamam një foto klikojmë e djathën edhe shkojmë me ergën visible all dhe si shpeshefni tash është kriju këtu automatikisht logo e Equals pe i brushe kem bo logo kjo është fare thjesht nuk është shumë shtirë dhe besoj që ja ka vlet edhe nga ana ime vetëm të përshëndetemi dhe shimin e tutorial tja. Ju falenderoj.